Hey, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Vazhdon ti të poshtoj bujari. Çfarë ti? Jo, më erdhi kështu në mënyrë fare natyrale që të bëja një hyrje. Po ty duhet të vinte festa ditës në mënyrë fare natyrale. Pse festa e ditës. Është bashkuar festës së ditës edhe Elefteria që është veshur me blu njësoj si unë. Elefteria mirëmëngjes. Mirëmëngjes. E dihet ti që sot është dita e njerëzve që vishën me blu, që duhet të vishën me blu apo Vërtet, është dita e ngjyrës blu. Jo. Thjesht unë frymëzojmë nga pushimet për ngjyrat edhe okay. blu si deti. Mirë gëzuar gjithsesi me që se e veshur me E di blu. si e bërë si një plazh i bukur në Sharm el Sheikh. Sa bukur, sa bukur. Po më lërmon që t'ja thoja unë atë gjë ti direkt. Po sa të mendohesh ti Francë? Ku e dini ty që s'do t'ja thoja më? Unë pres momentin. Ne shkojmë në Antalya bashk. Ashtu ë? Po kur të shkojmë në Antalya është zona jote. Ja, kurdo, kaq. U ndan territoret. Po sot jemi në Sharm el Sheikh. Po. Okej, do flasim për resorte. Jo, më përmenda. Po, do shkojmë në Sharm el Sheikh sepse edhe pse duhet thënë që zhvillimet e fundit edhe e gjithë më shumë propaganda duhet thënë e mediave raportuar konflikteve apo trazirave. E kishim edhe sot, po e përmend. Po, duket sikur viti na ka zënë jo mirë, edhe vetëm 3 muaj por intensiv këto 3 muaj në shumë çka, por sikur se e thash është më shumë një propagandë se sa një situatë reale. Të paktën kështu shpresojmë dhe urojmë deri më tani. Ndaj planet për pushime vazhdojnë, po edhe pse duhet thënë që ka një skepticizëm tek të gjithë ata që nuk i kanë rezervuar ende pushimet e tyre, por edhe ata që kanë me të drejtë. Është e sigurt apo jo situata dhe çfarë ndodh është që në të vërtetë duket sikur media po kërkon shumë dhe po do shumë që të ndodhë një luftë e tretë botërore, por ndërkohë nga ana tjetër nëse pyet individ të ndryshëm të cilët ndodhen në Dubai ku ka pasur trazira apo në Turqi apo në Greqi, thonë që situata është qetë dhe nuk është as pak ajo situata e tmeshme që ne shohim jo vetëm të raportuar në media, por edhe në rrjetet sociale, në Instagram, në TikTok, nga ku njerëzit tani më edhe marrin atë referimin kryesor, duhet thonë, se takon pushimeve të tyre. Kështu që duke uruar dhe shpresuar që situata do të mbetet e qetë dhe nuk do ndodhi ndonjë apokalipsi mundshëm. Urojmë që jo. E gjithsesi jeta vazhdon, edhe në rastin më të keq. Se nuk është në momentin që është e vërtetë, por ndodh diçka, të gjithë stopojnë edhe mbyllen në shtëpi, jo, jeta vazhdon. Të gjithë na duhet të shkojmë në punë, na duhet të mbarojmë ato punës tona, projektet tona, të kujdesemi për familjen e çdo gjë tjetër që vazhdojmë të bëjmë në përditshmëri. Kjo është e vërtetë, por asesi nuk mund të rrim pa e folur elefantin në dhomë, kështu që të flasim për pushimet ndërkohë që nga ana tjetër zihen e gjithë dynjaja për situata të tilla, është e rëndësishme të theksojmë që të paktën nga çfarë ne kemi kontakte të drejtë për drejta, jo vetëm me guidat, por edhe me menaxherët e resorteve, atje jeta vazhdon të jetë shumë e bukur. Me elefanti le të jetë në dhomën e një resorti që ne kemi zgjedhur sa mirë do ishte. Dhe jo një, por 3 resorte do na thot do na flas do na njo Elefteria sot. Po, unë në fakt kam shumë kënaqësi që në këtë rubrikën tonë hera herës të flasim jo vetëm për destinacion, por edhe për resorte, dhe duhet thënë që resortet janë të shumta në Sharm el Sheikh, ku pa diskutim përposa tyre që duan të shijojnë pjesën turistike të qytetit, Soho Square me festat deri në mbrëmje vonë apo shumë aktivitete të ndryshme që Egjipti ofron. Sigurisht janë edhe resortet ku 3 nga ato me 5 yje janë Meraki Resort, Sunrise White Hill dhe Cleopatra Luxury Resort. Secila prej tyre ndodhet në vit të parë me detin, e unë do doja që të ndaleshim pak nga pak tek secila prej tyre, edhe për të thënë disa detaje më së shumti, por edhe për të bërë, le të themi, diferencën e njërës me tjetrën, dhe jo pa qëllim kam zgjedhur Meraki Resort të parin, sepse është një resort i cili dedikohet tërësisht të rriturve. Pra është adults only, janë 18 plus të gjithë fëmijët e Francit pa marrë me vete. Fëmijët ideal të Francit, imagjinar të Francit. Por ky është një vend vetëm për të rriturit dhe kryesisht preferohet më së shumti nga të gjitha ata çifte që së paku çfarë ka ndodhur në sezonet e kaluara kanë celebruar martesën e tyre apo kanë dashur të pushojnë pak përpara se të bëjnë ceremoninë e tyre disa ditore, sikurse kemi traditën në shqiptarët. Sepse duhet thënë që është një nga resortet më të bukura, të paktën në Sharm el Sheikh, po edhe në destinacione të tjera, me sa kam parë dhe sa kam informacion unë, dhe ka një standard të lartë të shërbimit aty. Po, në fakt stafi është një nga le të themi pikat kryesore apo armët e forta të Merakit, për shkak jo vetëm të faktit që janë shumë në për të gjithë resortin që të asistojnë në çdo
shërbim që ofron, por gjithashtu edhe janë kontakti i parë për të marrë atë mikpritjen e ngrohtë egjiptiane që të gjithë turistët pasi e provojnë e pohojnë me zë të lartë. Duhet thënë që është një nga resortet me ranking më të lartë, jo vetëm në Booking, por gjithashtu në shumë platforma të tjera të cilat merren me vlerësimin e resorteve. Ka një vlerësim me 9.4 nga klientët, pa diskutim po, sepse duhet thënë që një nga mënyrat se si tani jo vetëm agjensit, po çdo kush bëhet i besueshëm është nëpërmjet fakteve të cilat vinë nga përshtypjet e reale të klientëve që kanë qenë atje, kanë vizituar dhe kanë lënë përshtypjet e tyre. Ndodhet në vit të parë me detin dhe vlen për të theksuar kjo dhe është një resort i gjithë në të bardhë. Për të gjithë ato vajzat që duan të shkrepin foton ideale të Instagramit këtu në Santorini. Po, në fakt, po nada. Ndryshe, Meraki konsiderohet edhe si një Greqi e vogël brenda Egjiptit, sepse është i gjithë me të bardhë, me gjelbërim pafund dhe me lule ngjyrë rozë dhe ti e përshtypin sikur je në ishujt e Milos apo të Paros me fotografin perfekte. Po shikojmë këto pamje tani, mbulim nga regjia dhe qen ka një mrekulli, o bobo. Po, në fakt, që kemi këtë tendencë për një gjashtë të bukur, thot mrekulli dhe shton pastaj o bobo. O bobo është për kish, jemi këtu. Është aq e bukur sa ti ndonjëherë edhe se beson dot. Prandaj thua o bobon e shton. Është shumë e bukur, ka plot 280 dhoma, të cilat janë të ndarë në kategori të ndryshme, duke filluar nga standard, nga dhomat familjare, edhe ato me dalje direkte në pishinë. Ka gjithashtu edhe suita të cilat ofrojnë pak më shumë hapësirë dhe facilitet për ata që pushojnë së bashku me të dashurin e tyre të zemrës apo një grup pak më të madh njerëzish, sepse duhet thënë që është edhe i përshtatshëm për grupe shoqërore të cilët duan të festojnë, sepse duke qenë se është një resort vetëm për të rriturit, festat janë të shumta dhe nisin që në mëngjes herët deri në mbrëmje vonë. Në orët e para të paradites, ka organizime nga më të ndryshmet, pije pa limit në të gjithë zonën, jo vetëm të beach barit, por edhe të bareve dhe restoranteve. Disa menu à la carte, restorante à la carte, por gjithashtu edhe bufe në restorantin me koncept bufe që nuk mungon tani më në asnjë resort, jo vetëm të Antalyas, por gjithashtu edhe të Sharm el Sheikh, dhe duhet thënë që Meraki mbetet në top listën e të gjithë e kanë Merak kur vjen puna për të shkuar në Sharm el Sheikh. Tani Meraku i njerëzve është edhe çmimi që ofrojnë, si më thënë, çmimi i këtyre paketave dhe kështu me radhë, nuk e di se si i ka suitave dhe i dhomave me pamje nga mali. Se bëhet diferencë madhe. Ende, Sharm el Sheikh është nën ofertën e early booking. Pra, për të gjitha rezervimet e resorteve, është ende sezoni i rezervimeve të hershme dhe ka një ulje prej 50 deri në 50% të resorteve, kështu që për të gjithë ata që i mendojnë pushimit e tyre, mirë është të flasin me vajzat e zyrave të Vas, jo vetëm në Teg, por gjithashtu në blok tani më edhe në pazarin e ri, por gjithashtu edhe në qendrën tregtare Teg, në zyrën e Zoom Trip dhe jo vetëm të marrin informacion për çmimin, por gjithashtu edhe për shumëllëshmërinë e aktiviteteve, se duhet thënë që të gjithë ata që shkojnë për të pushuar në Egjipt fillimisht referohen nga resorti, më pas shtojmë dhe një aktivitet, pastaj edhe një tjetër, pastaj edhe një tjetër dhe duam që pushimet mos mbeten as si monotone në Sharm. Jam kurioze dhe ndoshta e ke si informacion përveç shqiptarëve, cilat kombësie preferojnë shumë Sharm el Sheikhun edhe këto resorte që ti ke zgjedhur? Shikoj, që pas situatës së pandemisë duhet thënë që është para dhe pas e rëson, sa i takon edhe industrisë së turizmit. Pati një tjetërsim dhe një riformatim duhet thënë të mënyrës se si pushojmë. Tani më si në Antalya, si në Egjipt duket sikur të gjithë patë mundësinë që asë kohë të përjetonin pak nga çfarë këto vende ofrojnë. Dhe kombësitë janë nga më të ndryshmet. Duhet thënë pa diskutim që rusët, italianët, gjermanët, Ukraina janë disa nga vendet le të themi që gjej më së shumti pushues në këto resorte, por nuk do habitesha nëse në qendrat e Sharm do gjenim kombësi nga më të ndryshmet dhe thjesht do përshëndeteshim ma thua se njiheshim prej vitesh. Kështu që sikurse është një vend që ofron shumë shkap, ashtu është edhe një vend që duket sikur të gjithë njerëzit përkasin aty, sepse për gjatë ditëve që ti je duke pushuar, përshtatesh mjaft lehtë me mënyrën e tyre të jetuarit edhe të pushuarit, sepse të ftojnë edhe të mikpresin, edhe jo më kot njihen edhe për dashamirësinë e tyre në të mikpritur. Madje një nga eksperiencat e çuditshme që mund të bësh në Sharm el Sheikh, referuar edhe nga pyetjeve të çuditshme që hera së vi nga Franci, po me ty e ka, është që në një zonë të caktuar të Egjiptit, nëpërmjet guidës mund të shkosh dhe të jetosh njëjtë sikurse jetojnë beduinët, në format e tyre tradicionale, në tenda.
Ja, këtu Mrekulli. sa po e konfirmove Francin Nga si resortet në pension O dhe bobo, tenit e kjo që nga Beduinëve. jo për o bobo, po kjo që nga domethënë për tikur që nesër. Po, shkon dhe jeton fiks si beduinët në tendat e tyre, duke pirë çajin tradicional, të luajnë dhe pak syt kështu me të zezë, sikurse kanë zakon. Apo si më shkojnë mua po ti lë kështu me të syt zeza. kështu të më dalin në pa. Ne Ada. E kam provuar në teatr Bëj si prandaj. metalars pastaj. Po. Që nga një gjë fantastike në fakt. Ja, këto gjurmojun Elefteri dhe Sami që i thua sepse ka njerëz që duan edhe përvoja të tilla autentike, aty që ne shpesh në lajmet tona referuar turizmin që kemi thënë këtu në zgjohë po deshe, njerëzit përgjithsisht po zgjedhin këto përvojat sa më tepër autentike për të prekur dhe për ta shijuar kulturën e vendit. Jo pushime pasive, pra, jo. Jo thjesht atë qëndrimi në shezllon, ri futu në det, dil nga deti, prap shezllon, gjumë në shezllon, pije në shezllon, ushqim në shezllon. Kjo është e vërtet, po. Por sërish të resortet, duke qenë se janë afër, le të themi zonës së qytetit, nëpërmjet transfertave të ndryshme, ke mundësinë që jo vetëm të shijosh pa diskutim përvojat autentike, por edhe për ata që duan pushimet komode, në të tërë kuptimin e plot të fjalës, se duket sikur njerëzit po vërtet I duan pas një viti të gjatë të lodhshëm, ndoshta edhe për shkak sepse tani e kemi diskutuar që udhëtimet janë bërë edhe më të shpeshta, edhe më të lehta, dhe kemi mundësinë që të përjetojmë përvoja të ndryshme autentike në shumë vende të tjera. Dhe kur diskutojmë për pushime, duam mirëfilli ato pushimet e relaksit ose së paku të kemi mundësinë të kombinojmë. Kjo do ishte e mesmjarë dhe më idealja. Resorti I dytë që do ndalemi për të përfituar pak nga koha është Sunrise White Hill. Mirupafshim Meraki. Faleminderit. Bardhësinë e Merakit do ta marrim deri tek Sunrise White Hill, I cili sikurse edhe në emër duket si një kodër e bardhë, I ndërtuar në një kodër të bardhë. Me një pamje fantastike të detit, e duhet thënë që është vetëm 2 kilometra larg aeroportit. Dhe pse e theksoj këtë është sepse për shkak të udhëtimeve, sidomos kur mendojmë për pushimet, momentin që duam të mbërrim në resort është 1 orë më përpara. Nuk duam të humbasim as 1 sekonde të fakti që është vetëm 2 kilometër larg aeroportit është shumë komod. Sepse ti mjafton të lësh valizhet në dhomë dhe del direkt për të shijuar plazhin, për të marrë rrezet e para e më pas për të kesh mundësinë për të pushuar përgjatë drekës. Ndodhet gjithashtu në vit të parë me detin, ka një kuzhinë ndërkombëtare dhe çfarë bën të veçantë është pishina Infinite, e cila ndër të tjera është edhe një pishinë me ngrohje, pra jo vetëm për ata që shkojnë përgjatë pikut të verës, ku pa diskutim vetëm ngrohja nuk duhet në pishinë, por edhe për ata që e konsiderojnë Egjiptin edhe më vonë, pra në fund të shtatorit, tetorit apo nëntorit, sepse duhet thënë që është një destinacion 365 ditë të vitit për shkak të klimës së këtyre optimale. Po, temperaturat e ujit mesatarisht janë 22 deri 24 gradë Celsius ujit të detit, kështu që po flasim për një vend relativisht shumë të ngrohtë. Dhe për këtë fakt kam menduar edhe pishinën me ujë të ngrohtë. Është I gjithë I bardhë, sikurse e përmenda, me një gjelbërim shumë të shtuar dhe çfarë bie në sy në fakt është gjelbërimi I shtuar me palmat e larta edhe me oksigjenin që na duhet në ditët e nxehta të verës. Po ky resort besoj nuk është vetëm për të rriturit. Jo, ky është një resort gjithëpërfshirës. Është edhe për fëmijët, edhe për familjarët, me plot 370 dhoma, pra kemi të bëjmë me një resort pak më të madh. I cili edhe këto dhoma janë të ndarë në kategori të ndryshme, ku një pjesë të madhe të tyre e zën dhomat familjare që kanë dalje edhe në kopshte, por edhe në pishina individuale, pra jo dalje direkte, po dhe del ke pishinën individuale, dhe kjo është perfekte në fakt, ndoshta edhe për ata që kanë fëmijët pak më të vegjël dhe duan t'i kenë në monitorim gjatë gjithë kohës, por edhe për çiftet që duan të shkoputen totalisht, kështu që okay të keshen mami, mund të rish në ujë, por këtu te dhoma. Ka një shumëllëshmëri aktivitetesh, ka një shumëllëshmëri aktivitetesh që duhet thënë që në orët e para të mëngjesit nisin aktivitetet në zonën e pishinave, më pas edhe në mbrëmje. Gjelbërimi nuk mungon asesi, është një nga pikat gjithashtu më të mira dhe më ideale për të bërë snorkeling dhe për të bërë scuba diving. Super. Sepse dalja në gjirin privat të Sunrise White Hill të ofron të shohësh peshqit me sy të lirë. Edhe pa pasur nevojën e syzeve, po për të bërë snorkeling është një nga vendet më perfekte dhe mund të takohesh me Nemon aty, praktikisht është barrierën koralore kaq të pasur. Dhe Dori në rastin ton sot. Të japin ndjesinë që ti je në një qytet më vete. Ne dukemi si hoste të Merakit edhe Sunrise-it. Mirësertë në resortin ton. Apo të dyja të veshura kështu me blu, me të bardhë që është Eleftheria dhe fiton nga oferta pra. Mirë shumë. Një tjetër pikë e rëndësishme e Sunrise për të kaluar më pas e resortit
fundit është fakti që festat në mbrëmje zgjasin deri në orën 10 të darkës për të mos shqetësuar të gjithë ata që duan të flenë herët. Për ata që duan festa 10 të darkës? Jo, përfundojnë në orën 10 të darkës. Nisin pak më herët dhe përfundojnë në orën 10 të darkës, për ata që vazhdojnë pa orare më të zgjatura, pyes për një shoqë në zonën e plazhit. Se ne ngelim duke fjetur domethënë në 10. Qartë. Pushimet paktën. Ne shijojmë çik më shumë. Në zonën e plazhit vijojnë festat ose në Soho Square, që është shumë pranë me një transfer të shkurtër, shumë pranë resortit, edhe në Soho Square është fiks vendi ku festa nuk mbaron asnjëherë deri në orët e para të mëngjesit për ata që duan të festojnë deri vonë. Soho Square, po. Soho, Mikaela. Është momenti që mos të tregojmë introverte, të shkojmë aty në Soho dhe ta kemi informacion këtu për çmimet? Si janë paketat për këtë resort? Gjithashtu edhe në këtë resort, por në të gjitha resortet deri më tani kemi 50% zbritje, duke qenë se jemi në early booking. Edhe për faktin që fëmijët do të jenë pjesë e kësaj pakete, ka dhe lehtësire të mundshme në momentin që 50%. Po, 50%. Të shumë, po. Jemi ende në early booking, po. 50% zbritje është për çfarë do lloj date, pra nëse unë futem tani dhe dua të prenotoj për një javë në gusht. Po. Javën e parë të gushtit. Javën e parë të gushtit është ky është koncepti i early booking. Duke marrë në konsiderat faktin që ne rezervojmë që në mars për në gusht. Se ka shumë njerëz që e konceptojnë këtë zbritjen, thonë, "Ok, duhet të iki tani ose maksimumi në maj pa filluar tamam sezoni." Po kjo është një gjë thellësisht tipikisht shqiptare që ne na duket sikur duhet ikim patjetër se humbasim atë pastaj. Jo. E keni njerëz bëheni tani, shkoni në gusht për qejf, kështu që se kemi filluar i lëmë në momentin e fundit. Po duhet përfituar nga oferta. Kjo është vërtet, zbritje është fantastike. Madje kur vjen vera pastaj të duket sikur pushimet i kanë falur, se i ke menduar që tani dhe i ke paguar që tani. Është kjo ndjesia. Nga xhepi jo do dalin gjithsesi, po është psikologjike, po. Të vret në fillim, po pastaj e shehon shumë, harron fare. Dhe resorti i fundit, por jo më pak i rëndësishëm edhe për shkak sepse është shumë i veçantë, është Cleopatra Luxury Resort dhe ndodhet në Nap Bay. Në një nga gjërat më të bukura të Sharm El Sheikh, ku turistë nga gjithë bota në fakt vijnë pikërisht këtu për të bërë scuba diving. Nëpërmjet trajnimeve të ndryshme, duhet thënë që nuk është një sport lehtësisht i bëshëm nga të gjithë, të paktën pa marrë trajnime, është i vështirë dhe ka nevojë për një frymarrje të mirë, frymarrje shumë të mirë, marr pak seriozisht, domethënë nuk është thjesht shkon aty, merr atë veshjen dhe futesh bën foton. Por të larguar me një shije të keqe, po, nga pushimet është e rëndësishme që të bëjmë trajtimet paraprake. Është një resort kompakt i cili është i ndarë në dy zona. Në zonën qendrore ku ndodhet le të themi godina kryesore me dhoma, por gjithashtu edhe në zonën tjetër e cila përfshin pishinat dhe duhet thënë që ka mbi 6 pishina të ndryshme, zona e restoranteve dhe e bareve. Dhe fakti që ka 6 pishina të ndryshme është për shkak sepse 2 apo 3 prej tyre janë të dedikuara vetëm për fëmijët. Jo vetëm me nivelin e thellësisë pishinave, por gjithashtu edhe me shumëllëshmërinë e aktiviteteve që atje bëhen për fëmijët paradite. Ndërsa në zonën e pishinave për të rriturit paradite ka sporte apo aktivitete fizike të cilat zhvillohen në ujë, për ta nisur kështu mëngjesin me kemi parë ato videos me energji, aerobinë e mëngjesit. Me aerobinë e mëngjesit, po, dhe për të 3 me mua. Ti je me beduinët, çka? Eci. Largo nga pishina jon. Unë jam edhe me beduinët edhe me pishinat, unë jam universal, po nuk kuptojnë. Ndjes e leftërisë ka momente që ne shkëputemi edhe. Nuk ka faj. E mirë kuptoj shumë. Dhe ndër të tjera, ky resort ndodhet në vit të parë me detin dhe ka një shumëllëshmëri gjithashtu restorantesh ku shumë prej tyre janë à la carte dhe ofrojnë kuzhina nga më të ndryshmet. Një nga shqetësimet më kryesore të individëve kur shkojnë në resortet e Egjiptit është kuzhina, për shkak se pa ham dot apo nuk ham dot ushqimet e tyre, po kryesisht ka kuzhinë mezetare, por nuk mungon ajo aziatike, indiane dhe italiane. Duhet thënë që këto janë restorantet à la carte. Sa kohë qëndron aty gati një javë ose ka njerëz që pushojnë edhe më shumë, është e rëndësishme që të konsumojnë gjëra të mira dhe që i shijojnë. Bashkë me atë pamjen fantastike që është aty, një sipërfaqe shumë e madhe, e rrethuar me palma. A ka edhe bicikleta? Mund ta shëtisësh të resort me bicikletë? Po, ka edhe bicikleta për ta shëtitur resortin, por në të vërtetë duke qenë se ka shumë gjelbërim, do ishte ideale dhe është perfekte të paktën për ata që duan të bëjnë ecjen e pasdites, ndoshta përpara se të shkojnë në zonën e plazhit për të evituar që të bëhen me rër apo nuk duan të prishin veshin e tyre. Duke qenë se resorti është ndryshe nga të tjerët, nuk është i ndërtuar në një kodër, por është i sheshtë dhe është i lehtë për t'u aksesuar edhe në këmbë, sepse resortet e tjera duke qenë se janë ndërtuar në formën e një kodre duket sikur duhet pak
mund për të dëshuar po deri atje. Kështu që ato xhirot me bicikleta në Maldive kur të kemi ndonjë resort aty. Po vetëm kemi bicikleta. Po është resort për të gjitha moshat. Është resort për të gjitha moshat dhe e veçantë e këtij resorti gjithashtu është se në zonën e plazhit privat, duke qenë se ndodhet në një nga gjiret më të bukura, shezonat janë të ndarë njëra nga tjetra me kashta në një formë gjysmëhëne për të ruajtur jo vetëm privatësinë, por edhe për të le të themi për të krijuar atë shtëpizën tonë brenda gjirit të tyre privat. Është ideale për të gjitha moshat, si beduinët me ato. Si beduinët po. Meqense kishim merak beduinët në buzë të plazhit, por edhe Kleopatra. Kështu që këto ishin resortet që unë kisha përzgjedhur sot si tre nga më të mirët që Sharmi ofron. Tjetri, Elefteri, domethënë nuk dim se këtë zgjedhim më përpara, gjithë këto. Nga një për secilin. Mendoj unë. S'do ishte keq. Gjithë këto opsione, gjithë këto gjëra të mira. O të gjitha dhe dy të tjerë ishin fantastike. Ulje. Zitoni njerëz vasi ka opsione të mira. Përveç se po paguan atë tarifën e resortit të pushimeve, ke dhe ato 50% sikur po t'i falin, po të dhurojnë ato lekët. Janë lekët tuaja në fund të ditës më nuk është. Elefteri, shumë faleminderit. Është çmim i mirë për pushimet të tilla të gjata. Të presim prapë të premten tjetër. Po, me resorte të reja ose destinacione. Ditë mbar sot. Flasim përpara për ngjyrën, çfarë do vësh atje. Ja u them unë, ditën. Faleminderit, ditë mbar sot. Faleminderit ju vazhdoni. Mirëmëngjes gjithëve, s'kemi mbaruar, jemi edhe në çikore, mos u largoni. Shemi pas pak. Jo, po desha, mirëmëngjes.